تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e falenderojmë, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush që e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i përzgjedhur dhe i dashur i tij, besniku për shpalljen e tij dhe kumtuesi i fesë së tij te njerëzit. Nuk ka lënë ndonjë të mirë pa udhëzuar umetin drejt saj dhe nuk ka lënë ndonjë të keqe pa e paralemruar umetin prej saj. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej, o robërt Allahut, ruhuni Allahut e lartësuar dhe dijeni se ai është i gjithdijshëm për secilën imtësi. Ka thënë Allahu i lartësuar: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Jo besimtarët thonë, nuk do të na vijë ora e kiametit. Thua ju, po për Zotin tim, me siguri që ajo do t'ju vijë. Ai i di të gjitha të fshehtat. Atij nuk mund t'i fshihet asnjë grim, as në qiell, as në tokë. E nuk ka asgjë më të vogël apo më të madhe se ajo që të mos jetë e shënuar në librin e qartë. Dhe thot Allahu në vazhdim: liyajzi alladhina amanu wa amilu s-salihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Që ai t'i shpërblej ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Për njerëz të tillë do të ketë falje dhe begati të mrekullueshme. Pastaj thot: walladhina sa'u fi ayatina mu'ajizin ulaika lahum adhabun min rijzin alim. Ndërsa për ata që luftojnë kundër shpalljeve tona, duke u përpjekur që t'i pengojnë ato, do të ketë dënim të tmerrshëm dhe të dhëmshëm. Shpërblimi është sipas veprës. Veprat e mira kanë shpërblim të mirë, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Allahu i lartësuar thot: men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Cilin do mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë me shpërblimin më të mirë për atë që ka bërë. Dhe thot: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. E kush ja kthen shpinën për kujtimit tim, ai do të ketë një jetë të vështirë dhe ne do ta ringjallim ditën e kiametit të verbër. Allahu i lartësuar e ka bërë jetën e mirë dhe shpërblimin e bukur të lidhur me veprën e mirë, dhe ka caktuar jetën e vështirë e të ngushtë për atë që ja kthen shpinën për kujtimit të tij. Prandaj, ai që largohet prej Allahut ka ngushtim në jetesë sipas shkallës së largimit të tij. Edhe nëse shijon në këtë botë lloje të ndryshme begatish, në zemrën e tij ka vetmi, poshtrim,
pendesa djegëse dhe dënimet pranishme që nuk mund të numërohen. Për këtë arsye, e sheh se kërkon gjithçka që t'ia lehtësoj këtë dhimbje, qoftë edhe duke ju dhënë pijeve dehse, drogave, duke u argëtuar me këngë vegla muzikore, apo duke u endur nga një vend në tjetrin, por nuk gjen qetësi, nuk i qetësohet shpirti, nuk shijon një jetë të këndshme, nuk i gëzohet as familjes e as fëmijëve, nuk kënaqet as me pasuri e as me begati. Ky është një ndëshkim i menjëhershëm, ndërsa ndëshkimi i botës tjetër, nëse nuk pendohen, është edhe më i ashpër. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Lahum adhabun fil hayati dunya, wa la adhabul akhirati ashaq, wa ma lahum min dunillahi min waq." Për ta ka dënim në jetën e kësaj bote, ndërsa dënimi i botës tjetër është edhe më i rëndë, dhe ata nuk kanë askënd që t'i mbrojnë nga Allahu. Imam Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, ka thënë: mos mendo se fjala e Allahut innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, vërtet bamirësit janë në begati, ndërsa të shtururit janë në ferr, është e kufizuar vetëm për ditën e ringjalljes. Përkundrazi, këta janë në begati në 3 banesat e tyre, domethënë në këtë botë, në varr dhe në ditën e Kiametit, ndërsa ata janë në zjarr në 3 banesat e tyre. Robërt Allahut, mëkatet pa dyshim se kanë pasoja, dhe prej pasojave të mëkateve dhe gjunaheve është se ato shkaktojnë në tokë lloje të ndryshme të prishjeve dhe shkatrimit, në ujra, në ajër, në të mbjella, në fruta dhe në banesa. Allahu i lartësuar thot: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Është shfaqur prishja në tokë dhe në det, për shkak të asaj që fituan duart e njerëzve, që ai t'u jap të shijojnë një pjesë të asaj që kanë vepruar, ndoshta do të kthehen. Sa herë që njerëzit bëjnë një mëkat, Allahu u sjell një ndëshkim që t'u jap të shijojnë një pjesë të asaj që e kanë bërë. E sikur Allahu t'u jepte të gjithë dënimin për atë që kanë vepruar, nuk do të lindte mbi sipërfaqen e tokës asnjë gjallësë. Nga ndikimet e mëkateve mbi tokën janë fundosjet, tërmetet dhe zhdukja e bereqetit të saj. Sa shpesh dëgjoni o robërt Allahut për tërmete shkatruese dhe shpërthime të tmerrshme që vrasin mijë njerëz, shpërngulin mijëra të tjerë dhe i lanë pas tre. Nga ndikimet e mëkateve mbi ujrat është edhe ndalimi i shiut dhe shterja e ujrave. Allahu i lartësuar thot: "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in." Thuaj, mendoni, nëse ujrat tuaja ju shterën, kush përveç Allahut do t'ju sjell ujë rrjedhës? Po ashtu, nga ndikimet e mëkateve mbi ujrat është edhe dërgimi i përmbytjeve që mbysin vendet dhe arat, shkatrojnë jetë njerëzish dhe pasuri, qoftë nga vërshimi i lumenjve, qoftë nga dërgimi i reve me shi të shumt që përmbytin lugina, ose nga dërgimi i breshrit që shkatron të mbjellat, bagtit dhe jetët. Allahu i lartësuar thot: "Alam tara anna Allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار." A nuk e sheh se Allahu i shtyn rret nga dal e pastaj i bashkon e i grumbullon njërën mbi tjetrën, derisa të shohësh shiun se si del prej tyre dhe bie nga qielli. Ai prej reve të mëdha si mali lëshon breshrin e me të godet këtë doj, kurse e shmang prej kujt të doj. Shkëlqimi i vetëtimës së tij gati ju a merr shikimet. Sa shumë dëme ka ndodhur nga përmbytjet shkatruese dhe nga breshri i ashpër në vendin tonë dhe në vendet të tjera, duke marrë me vete shumë jetë njerëzish të mbjella dhe pasuri. Uji është dhunti e madhe dhe njeriu duhet të jetë mirënjohës dhe falënderues ndaj Allahut. Nuk bën që praninë e ujit ta llogarisë si diçka të kryer, sepse po të donte Allahu, nuk do të mund ta pinim edhe pse e kemi afër vetes. E fara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. A shihni ujin që pini, vallë ju e zbrisni atë prej reve, apo ne e zbresim, nëse duam, ne e bëjmë atë të njelmët,
Andaj, përse nuk jeni mirënjohës dhe përse nuk falenderoni? Mëkatet e njerëzve kanë pasoja dhe mbi frutat. Allahu dërgon atyre dëmtues e sëmundje që i shkatrojnë ose u azhdukin prodhimin. Nga pasojat e mëkateve mbi njerëzit janë sëmundjet e randa dhe të pashërueshme, si dhe sëmundjet të çuditshme, të cilat mjekësia ka mbetur e pafuqishme t'i njohë dhe t'i shërojë. Ndonse Allahu i lartësuar nuk ka zbritur asnjë sëmundje pa zbritur për të edhe shërimin e saj. Mirëpo, kur njerëzit e kundërshtuan Zotin e tyre, u privuan nga njohja e këtij shërimi si ndëshkim për ta. Imam Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, ka thënë, nga pasojat e mëkateve është se ato e shkurtojnë jetën dhe ja zhdukin bereqetin asaj. Sepse ashtu siç jeta zgjatet me vepra të mira, ajo shkurtohet me mëkate. Pastaj Ibn al-Qayyim përmend se dietarët kanë dy mendime në shpjegimin e kësaj. Mendimi i parë se mëkatet e shkurtojnë jetën në kuptimin se ja heqin bereqetin asaj, kurse mendimi i dytë se mëkatet e shkurtojnë jetën duke ja paksuar kohëzgjatjen. Ashtu siç jeta zgjatet me shkaqe të caktuara, po ashtu ajo shkurtohet me shkaqe të caktuara. Allahu vendos çfarë të dojë përmes shkaqeve që ai i krijon dhe pasojave të tyre që i ka caktuar. Nga ndëshkimet e mëkateve është edhe vënia në pushtet të tiranëve dhe zullumqarëve mbi ata që bëjnë mëkate e shkelje. Ata u shkaktojnë dënimin më të keq dhe u helmojnë jetën. Po ashtu, nga dëshkimet janë shpërthimi i luftrave dhe fitneve, humbja e sigurisë dhe stabilitetit, si dhe shfaqja e urive. Allahu i lartësuar thot: "Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allah fa'adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Allahu e ka bërë shembull qytetin i cili ishte i sigurt dhe i qetë. Ati i arrinën ushqime të bollshme nga të gjitha anët, por pastaj banorët e tij i mohuan dhuntit e Allahut dhe ai i bëri të shijojnë robën e urisë dhe frikës si ndëshkim për ato që bën. Allahu na ruajt nga dëshkimi dhe zemrimi i tij. Allahu na falt ne prindrit tanë, mësuesit tanë dhe dietarët tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. I them këto që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju, nga secili mëkat dhe gjuna, kërkoni falje atij, sepse ai është falësi dhe mëshiruesi. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Gjithë lavdia i takon Allahut për secilën mirësi, ata falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo ertakri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut, i cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për ta, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej ju porosis ju dhe veten time me takwa. Kush i ruhet Allahut, ata Allahu e ruan, e ndihmon dhe Allahu i mjafton. O robërt Allahut, mëkatet dhe gjunahet janë shtuar shumë në shtëpitë tona, në tregjet tona dhe në rrugët tona. Obligimet janë braktisur, haramet veprohen dhe punë të këqija shfaqen haptazi. Në shumë shtëpi nuk falen 5 namazet, që janë shtylla e Islamit dhe dalluesi mes kufrit dhe imanit. Në disa shtëpi falen disa prej antarëve, ndërsa të tjerët nuk falen. Ai që falet nuk e qorton atë që nuk falet. Gratë dalin të stolisura në përtregje të parfumuara, përzihen me burrat pa turp dhe pa frikë. Disa njerëz e tolerojnë që burri i huaj të qëndrojë me gratë e tyre me arsyetime të kota. Të tjerë lejojnë në shtëpitë e tyre video dhe filma të shturur para grave dhe fëmijëve. Filma që prishin moralin dhe thrasin në imoralitet, ku ka pamje lakurësie dhe skena të veprave të turpshme. Disa njerëz janë të pakujdesshëm ndaj familjeve të tyre, duke lejuar materiale me këngë, shturjeje, izolim moral, dashuri e pasion të ndaluar.
Dhe të gjitha këto janë shkatrimi i moralit dhe thirrje drejt gjenerimit dhe rënies. Nëse e lëm këtë mënjan dhe shikojmë marrëdhëniet e njerëzve mes tyre, gjejmë gjëra që e coptojnë zemrën: mashtrime, hile, dredhi, tradhti, marrje kamate, rishfet, bixhoz dhe shkelje të amanetit. Këto dhe shumë të tjera që nuk mund të numërohen janë përhapur në shoqërinë tonë dhe janë një paralajmërim i rrezikshëm. Nëse muslimanët nuk e zgjojnë veten për të përmirësuar, secili sipas mundësisë dhe fuqisë së tij, atëherë nuk sjell dobi as numërimi i mëkateve dhe as fajsimi i njëri tjetrit. Kur zbret ndëshkimi, ai përfshin edhe mëkatarin edhe atë që nuk e ndalon të keqen. Allahu i lartësuar ka thënë: "Falamma nasu ma dhukiru bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون." Por kur e harruan ata për të cilën ishin paralajmëruar, ne i shpëtuam ata që këshillonin dhe ndalonin të keqen, kurse i ndëshkuam ashpër keqbërësit për shkak të mosbindjes së tyre. Prandaj nxitoni me pendim dhe tobe në këtë kohë kur afati vazhdon, para se të vijë dita kur nuk bën dobi as pendimi dhe as mallkimi i vetes. O Allah, na e përmirëso fenë, e cila është çështja jonë kryesore, na e përmirëso dunjan në të cilën është jetesa jonë, na e përmirëso ahiretin në të cilin është kthimi ynë, na e bëj jetën shtim të çdo të mire dhe na e bëj vdekjen rehati nga çdo e keqe. O Zoti ynë, na jep përfundim të mirë në të gjitha çështjet dhe na mbro nga poshtrimi në dunja dhe dënimi në ahiret. O Allah, ne të kërkojmë udhëzim, devotshmëri, ndershmëri dhe dinjitet. O Allah, ne ta kërkojmë xhenetin dhe çdo fjalë dhe vepër që afron në të, dhe kërkojmë mbrojtjet e tij nga xhehenemi dhe nga çdo fjalë dhe vepër që afron ka haji. O Allah, kërkojmë mbrojtjet e tij nga një dituri që nuk bën dobi, nga një zemër që nuk të përulet dhe friksohet, nga nefsi që nuk ngopet dhe nga lutja që nuk dëgjohet. O Zoti ynë, na i fal gjunahet neve, prindërve tanë dhe të gjithë muslimanëve dhe muslimaneve, besimtarëve dhe besimtareve, të gjallëve dhe të vdekurve. Vëllezër besimtar, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin, të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima." Vërtet Allahu i jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rashidin al-a'immat al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Warda Allahumma 'anis sahabati ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.